Është adresimi i tij i parë vjetor para deputetëve të Kuvendit që nga marrja e mandatit si president. Në fjalën e tij, presidenti Hashim Thaçi përmendi të arriturat dhe sfidat që nga fillimi i punës e deri më sot. Gjatë kësaj periudhe kohore si president kam ndërmarrë veprime konkrete për të garantuar liritë dhe të drejtat e qytetarëve të Kosovës për të fuqizuar rendin dhe ligjin, integritetin e shtetit e Kosovës. Kam vepruar me njerë duke kërkuar ndryshim plotësimin e kodit penal me qëllim që t'i korrigjojmë ato dhe të mos lejmë askënd t'i shmanget apo abuzojmë me drejtësinë dhe ligjin në Kosovë. Me transferimin e kompetencave nga EULEX-i, kam adresuar nevojën për të punuar në çështjet që shqetësojnë qytetarët e Kosovës, si krimet e luftës, pas luftës, sulme dhe dëmtimet kundër trashëgimisë sonë kulturore e historike, si dhe për viktimat e luftës civile në theks të veçantë tek të pagjeturit dhe viktimat e dhunës seksuale. Kam mbledhur Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, në të cilin ekspertët e fushës kanë debatuar për mënyrën më të mirë që të luftohet ky fenomen. Kam mbledhur dhe Këshillin Kombëtar për integrim në Bashkimin Evropian, në të cilin konfirmuam se nuk kemi alternativë tjetër përveç integrimit në NATO dhe Bashkim Evropian. Por në mes të këtyre sukseseve kemi përjetuar edhe sfida. Sfida më e madhe është mosplotësimi ynë që të mbajmë zotimin edhe para partnerëve ndërkombëtar, që të qëndrojmë prapa zotimeve tona të marra kushtetuese dhe ligjore, qoftë për të themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe, qoftë për miratimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Kjo marrëveshje është e drejtë. Reagimet kundër kanë dëmtuar më të pafajshmit qytetarët e Republikës së Kosovës, të cilët ende nuk mund të votojnë të lirë në Bashkimin Evropian. Duke folur për formimin e gjykatës speciale, presidenti Thaçi tha se formimi i speciales nuk duhet të shihet si ndëshkim për vendin, por si avantazh për të vërtetën për Kosovën. Presioni ndërkombëtar për themelimin e saj ka ardhur si rezultat kryepot i përvojës së keqe në mbrojtjen e dëshmitarëve, pra të kërcënimit apo vrasjes së tyre. Ky është argumenti kryesor që s'kemi mundur të sfidojmë bashkinë ndërkombëtare për themelimin e kësaj gjykate dhe jo politikës së gabuar. Ndërsa sa i përket ndërtimit të murit në veritë e Mitrovicës, kreu i shtetit u shpreh bindur se muri do të renohet. Muri nuk do të shkurtohet e as nuk do të zvoglohet, as nuk do të dialogohet e as nuk do të negociohet me askë, por do të hiqet nga baza. Fjalimin vjetor të presidentit e bojkotuan deputetët e 3 partive politike opozitare, Vetvendosje, AK dhe Nisma, si dhe përfaqësuesit e listës serbe.